Dhe si shkrimtar, ti si e sheh këtë energjinë e këtyre, unë them janë universe paralele, ne kemi jetuar, se këtë përjetim që ke ti unë jam e bindur që kanë gjithë ata që na shohin. Edhe ata që kanë këtë jetën e tyre të lënë diku dhe kanë ardhur në Tiranë, po edhe shqiptarët që kanë lënë jetën e tyre këtu dhe po e ndërtojnë diku. Vërtet. Pra, do të thënë ne të tërë në një mënyrë ose në një tjetër e kemi kaluar këtë. Ti je shkrimtar dhe e thua në emrin tonë dhe artikulon kaq mirë. Po ky miksi i energjive, i përvojave, i kujtimeve, çfarë i bën një shoqërie? Do të thënë ne na ka ndihmuar të evolojmë se mund të kemi paralele me shoqëri të ndryshme. Shtetet e Bashkuara është një vend emigrantësh. Po, sigurisht. Atje ka etni, energji, por ka një kod dhe njerëzit shkojnë përpara, çfarëdo që të ndodhi. Në këto vende tona, pse ka një amulli dhe një çoroditje? Nuk e di, si e sheh ti? Unë kam një ide, nuk e di nëse mund të jetë një ide përgjithshme, po kam përshtypjen që njerëzit në të vend ndjehen paralizuar. Edhe ne jemi popull nostalgjik. Jemi shumë nostalgjik. Për shembull, ne themi gjithkohë që ishim mirë dikur, sa mirë ishim atëherë. Sa mirë ishim kur ishim keq. Po, sa mirë ishim kur ishim keq. Në fakt nuk kemi qenë mirë. E vërteta është që nuk kemi qenë mirë, por fati jonë i keq është që ne ndoshta shkojmë nga një sistem i keq në tjetrin. Mu më vjen shumë keq për popullin. Mu më dhimbset. Më dhimbsen shqiptarët, jemi sinqert. Dhe bashkë me shqiptarët sot ndihmë gjithë njerëzimi se ku po shkon. Shpeshherë i them vetes mos ndoshta je shumë natyrë e trisht, pra mos ndoshta po injekton trishtim te lexuesit e tu tek. Dhe shpeshherë ndjej veten faj, pse kaq i zymt në gjëra që shkruan edhe në gjëra që do të thuash. Në fakt lexova novelistin e ri që fitoi Laszlo hungarezin, edhe në intervistën e parë tha unë jam të mërësisht i trishtuar të përgjendjen e botës sot. I thash, okay, lirë do njepi, trishtimi është habitati juaj tani, nuk del ndot nga kjo. Por ne vërtet jemi vend emigrantësh, po Shqipëria pati një turbullim shumë fort në 90-ën. Shumë hikën jashtë, disa tjerë zhvendosën, dhe kjo zhvendosi pastaj solli shumë problematika. Pra ne nuk kemi bërë një migracion të brendshëm të rregullt edhe të kontrolluar. Ne kemi bërë një lloj pushtimi, një lloj lëvizje, pak a shumë si tribut, pak a shumë si, po themi, këto hordhit, ku diun, slave dikur që erdhën në zunë toka, u shartu, u bën me njerëz të tjerë. Kjo kam përshtypjen nuk e ka kthy Tiranën, pra Tirana nuk i ka kthy të ardhurit në qytetar, po kam përshtypjen të ardhurit e kanë bërë Tiranë një provincë madhe, që vazhdon të jetë edhe sot. Kështu që ndoshta kjo është arsyeja pse në sot nuk, pra erdhëm nga provinca për gjetë një qytet për të marrë brumin e qytetit, dhe në fakt e shndrum këtë vend në provincë duke qenë brenda këtij konotacionit mendore kam fjalën. Unë kam shkruar një libër për provincën dhe kushdo që del dhe më thotë që ti pse i parashikon provincialt, unë jam provincial i parë cili komplekset e veta i ka bërë letërsi.